Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin qershor. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë tuaj. Në javën e parë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Ju shoh kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit dhe shenjave të zjarit. Në fillim të javës, ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht, keni nevojë të bëni një pushim për të marrë një drejtim më të mirë në lidhje me dashurinë, me një njohje ose me një lidhje ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja, por dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, një pjesë mund të keni të bëni me studimet tuaja në lidhje me shëndetin për pjesën tjetër, por dhe me dokumenta të ndryshme. Ju shoh që keni kundërshime mendimesh, ose ju bëhet një padrejtësi, ose ju keni kundërshime mendimesh në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që haseni me shumë pengesa, por ju do jeni shumë luftarak për të arritur gjërat që ju dëshironi. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, me anën ekonomike, me studimet tuaja, me anën shëndetësore për një pjesë tjetër, por dhe me dokumenta të ndryshme që do keni gjatë javës së parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, kemi rrotën e fatit që ka 4 energji, me energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe shenjën e Luanit. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që keni ngesur në mendime negative. Ndiheni të bllokuar nga ana mentale, ju jeni duke menduar se nuk ecën një njohje ose një lidhje ose një marrëdhënie, sepse ju shoh shumë të ngarkuar në javën e parë. Por mund të mendoni që nuk ecën puna juaj ose diçka që ka lidhje me familjen, me shtëpinë, për pjesën tjetër në lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike, por në mes të javës shoh që fati do t'ju ndihmojë për t'i çuar gjërat para. Dhe në fund të javës do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me dashurinë, por ju shoh që edhe pse ndjeni të sigurt, përsëri sikur keni disa frikra brenda vetes dhe nuk edhe pse shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht, falni për ndërprerjen, gjithsesi, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri për ta çuar para, por ju ekzistojnë frikra brenda jush. Për pjesën tjetër, sepse ju shoh që jeni bllokuar shumë në mendime, por rruga është e hapur, fatin e keni në anën tuaj, gjithsesi jeni duke menduar një çështje, një situatë në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me çështjen e studimeve dhe të dokumentave të ndryshme që ju mund të keni. Thjesht dilni nga ky bllokim dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, ju shoh që keni të bëni me mbyllni një cikël të vështirë, shoh jemi te karta e të dashuruarve dhe kemi dhe energjinë e shenjës së Virgjëreshës, por të shijetarit, jo të Virgjëreshës. Atëherë, ju shoh që ju mbyllni diçka, dëshironi të bëni një fillim të ri, dëshironi të jeni të vërtetë në lidhje me një dashuri, me një takim që keni me një person. Shoh që keni bërë shumë durim dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve, për pjesën tjetër, ndoshta ju do jeni të vërtetë në njohje, lidhje dhe marrëdhënie tuaja. Ju mund të keni pas situata pak të vështira, por shoh që do t'i shikoni gjërat më pozitivisht, duke mbyllur një cikël të vështirë, duke qenë më të konsoliduar, ose duke ripërtërir edhe veten tuaj. Një pjesë tjetër shoh fillime të reja në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme, mund të jetë një person që ju mbështet te vendi punës. Duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetin në fund të javës së tretë. Gjithsesi ju shoh që jeni ndërgjegjësuar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ku edhe pse gjërat mund të kenë qenë negative, ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht. Dhe këtë mund ta merrni në çfarë do lloj situate që ju të keni. Dhe në javën e katërt,
Në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë dhe energjia e shenjës së britësjapit. Ju shoh në pritje, mund të jenë në pritje të një dashurie, mund të jenë në pritje të një udhtimi, mund të prisni një përgjigje nga distanca, mund të prisni një përgjigje në lidhje me një shtatzani për pjesën tjetër, ose ju prisni një person. Por një përgjigje të vendit punës ose një përgjigje ekonomike. Shof mund të jeni gati dhe për udhtime gjatë fillimit të javës së 4 dhe jeni të energjia juaj në mesin e javës, ju shof më entuziast, më të gëzuar, më emocional, më të ngrohtë në lidhje me gjithçka. Ju shof me lajme të mira, mund të meni lajme në lidhje me shtëpinë, familjen, fëmijët tuaj, mund të jenë lajme të vendi punës, mund të jenë lajme që mund të kenë bëjnë me çështje dhe situata të ndryshme, në lidhje me studimet që ju mund të keni, ose në lidhje me anën tuaj shëndetësore, sepse ju shoh në pritje të një përgjigjeje, ose edhe në lidhje me dokumentat. Gjithsesi shoh lajme pozitive. Në fund të javës ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi në jetën tuaj, mund të kenë qenë vështirësi në lidhje me dashurinë, për një pjesë prej jush, në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose në çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen. Ju shoh që do jeni më të organizuar dhe nga ana ekonomike, por ndërkohë ju keni marrë mësime në lidhje me çështjet me vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të jeni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëre, jemi te energjia e tokës dhe ju thot, ju do merrni një dhuratë gjatë këtij muaji, dhuratat vijnë për ju. Ju jeni kujdesur për këtë gjë dhe mundësitë do jenë aty, do keni mundësi të reja, domethënë në rrugën tuaj. Gjithçka paguhet, domethënë, është një periudhë që ju do merrni shpërblimet që të punës tuaj. Do merrni shpërblim në lidhje me një dashuri ku ju mund të keni investuar. Do merrni shpërblim në lidhje me shtëpinë, me familjen. Por e shoh më tepër janë shpërblime ekonomike në lidhje me ju, sepse ju keni punuar dhe universi ka një dhuratë për ju. Por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme të vendit punës nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me studimet tuaja, ndoshta keni studiuar shumë, në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me anën shëndetësore. Është një mesazh fantastik, ju gjatë këtij muaji universi ka një dhuratë për ju. Ju thjesht kujdesuni për mundësitë që do t'ju vinë. Atëherë, kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një fundjavë sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.